Quhem Elena, jam 29 vjeç dhe jam juriste. Kam punuar me projektet e Bashkimit Evropian dhe tashmë punoj në fushën e antikorrupsionit. Në profesionin tim, lufta ndaj korrupsionit është një luftë e vazhdueshme. Eksperienca ime më ka mësuar se kjo luftë fitohet vetëm kur e thohesh me njerëzit e duhur. Ndodhemi në një moment pasigurie. Përballemi të gjithë me të njëjtin problem. Në këtë sfidë të gjithë kemi pyetje. Dhe pikërisht në këtë moment duhet të kthehemi nga vetja. Kemi nevojë të dëgjojmë sa më shumë zëra. Kemi përgjegjësi të veprojmë dhe të krijojmë një impakt real. Mësimet e sotme të formojnë të ardhmen. Unë quhem Mel Diçondi, i lindur dhe rritur në qytetin e Sarandës. Studimet për shkollën e mesme dhe të lartë i kam kryer në Tiranë, ku dhe jam diplomuar nga Universiteti i New Yorkut në degën e administrimit të biznesit. Paralelisht me studimet e larta, fillova dhe punë me kohë të plotë pranë një prej kompanive më të mëdha të telekomunikacionit në vend, duke filluar si përfaqësues shitesh dhe gradualisht duke u promovuar për një eksperiencë gati 13 vjeçare në atë kompani. Edhe pse larguar për një farë nga Saranda, kam qenë gjithmonë me kokën mbrapa. Familja ime e madhe vazhdojnë dhe jetojnë aty. Prindërit e mi kanë ushtruar profesionin e tyre për gati 40 vjet në atë qytet. Dhe mendoj se tani është koha ime që të jap kontributin tim për qytetin e Sarandës. Shpesh herë kam rastisur për biseda ku dëgjoj sugjerime dhe argumenta të ndryshëm për situatën që Saranda është sot. Vetëm për këtyre 7 viteve të fundit jam bindur që gjërat që thuheshin gradualisht bëheshin të prekshme. Dhe për këtë arsye unë kam vendosur që të aplikoj në platformën e deputetit që duam.